nuk kam shumë kohë që kam mësuar për ventrilokuizmin dhe kjo fal personazhit që kemi të ftuar këtu në studio, Viola. Kurse unë Egon, fal ti personazhi që kemi të ftuar në studio, kam një javë pa gjumë. Derisa të mësoj të them ventrilokuizm. Shumë e paske zgjatur. Mjafton një trajnim. Arieta Dhima, mirë se erdhe. Shumë kënaqësi. Mjafton një trajnimi të folurit në publik dhe ti mund ta shqiptosh akoma më shpejt fjalën ventrilokuizëm. Pra jo për 7 ditë, por për 6. Shumë qejf do të kemi në Kinotek sot. Unë kam insistuar dhe ti e ditë të kem, sepse personalisht mendoj që je një nga artistet më me vlerë që ne kemi në Shqipëri. Faleminderit shumë, wow. Faleminderit që e dëgjoj këtë gjë. Po, e tha Viola zëre se e kam thënë dhe unë. Domethënë ja vlente 5 javë pritje për të më pasur. Arieta, tani ti je regjizore, ke mbaruar apo jo? Unë kam mbaruar shkollën, kam mbaruar Akademinë e Arteve për regji teatri. Tani, sigurisht me një background edhe aktore. Je aktore, regjizore që i ke si thua profesionin bazë. Por gjithashtu je trajnuese të folurit në publik, je motivuese, motivuese nuk mund ta quaj. Po mirë, lërna e neve që motivohemi. Vazhdo, të lutem. Je ventrilokuistja e parë dhe e vetme shqiptare deri tani që u shtofshin ventrilokuistët prej punës tënde. Si mendon Ariet? Të shtohen apo jo? Patjetër, të kemi sa më shumë shfaqje ventrilokuizmi, pse jo? Tani unë doja të pyesja, nga të gjitha këto që thash, që bëra një listë gjatë, cilën ke më pranë zemrës ti? Është me faza, se cila nga këto. Në cilën fazë je aktualisht? Aktualisht fare, tani që po flasim, jam në kulmin e të folurit në publik, në trajnimet. Dhe mbasi ta kem mbaruar këtë sezon do hym direkt në ventrilokuizëm. Dhe ti marrim pak me radhë tani. Unë besoj për ty është dëgjuar, ka pasur shumë intervista, ka pasur shfaqje, dhe jam e bindur pjesa më e madhe të njohin. E njohin pak a shumë kush është Arieta. Megjithatë, si ka nisur gjithçka? Pra, kur e kuptove që ti mund të flisje me bark, thënë thjesht për mos gabuar termin. Me çfarë mund të flisit? Me bark. Me bark. Kjo është e folura me bark ose me gojën mbyllur, pa lëvizur dhe pa u dukur asnjë artikulacion i fytyrës. Kam qenë e vogël. Pra e kam thënë disa herë dhe vazhdoj ta them. Nuk e dija çfarë ishte ventrilokuizmi dhe nuk e dija që kjo teknik mund të zhvillohej në këtë lloj forme siç e kam zhvilluar sot. Se po ta dija që atëherë ndoshta nuk do ishte ky rrugëtim që kam sot, por do ishte direkt ventrilokuizëm. Kështu që kam qenë diku te mosha 9 ose 10 vjeç dhe kur përtoja të bëja mësimet me gojën e hapur, ashtu siç na detyronin prindërit i bënim, thjesht i bëja me gojë mbyllur. Tani të ka ndodhur se por nuk i kisha thënë askujt sepse kam menduar gjithmonë që mos mendojnë që unë nuk jam mirë. Por realisht jam shumë. Tani të ka ndodhur ndonjëherë se jam vërtet kurioze që një mendim që ke pasur në mendje ndodh shpeshherë që ne e themi me veten tonë, po ti ta kesh nxjerr, ta kesh artikuluar sepse mund të flisje me bark, me gojë mbyllur. Atëherë kam bërë disa tentativa, sidomos kur jam në grupe dhe mund të jem edhe duke ecur dhe dua të bëj ndonjë. Por nuk ja këshilloj vetes, se hap problemet e grupit. Interesant. Filloj mendojnë kush foli, Kush foli. Dhe kjo është fantazma. Njeriu i padukshëm. Nuk jo, gjithmonë them jo Arieta, po ti je vajzë mirë, ç'keti? Pse bën nga këto gjëra? Vërtet mund të shkaktosh probleme, Shumë. Jo, është e rrezikshme. Vërtet? Po patjetër. Nuk e thua me shaka. Jo, nuk e them me shaka. Pse është e rrezikshme? Po sepse kush foli, kush e nga doli. Ventrilokuizmi kur ishe 9 apo 10 vjeç, diçka e tillë. Pastaj çfarë të çoi tek regjia e teatrit? Interpretimet që kam pasur në shkollë që e vogël kanë bërë atë që unë të jem gjithmonë para klasës, përpara shkollës, përpara kamerave që vinin në shkollë, përpara çdo aktiviteti që ishte në shkollë, isha unë patjetër. Dhe
ka pas një dëshirë tjetër për të devijim në një moment X shumë delikat, adoleshenca, por aty ma preng kështu si me gërshër dhe tani jo, kështu që Devijim në çfarë devijim fushë? në një fushë tjetër dhe unë sa herë që kam pasur role policësh i kam qarë. Ti ke dashur të bëhesh e policë. Por nuk më lejuan. Si ndihesh tani që s'e ke bër? Se di që ekziston. e kam ezauruar përmes roleve, edhe policët, edhe doktorët ose doktoreshat i kam. Po tani I që kam mendoj të realizuar. shkon në roli policës. Po je Më ajo shkon. policia pozitive. Po, Ajo që të ndalon po gjobën ama. Jo, pse kushta rrugore. Jo, okay, po marr rastin e rrugores. Gjithmonë shoferet e reja këtu. Po pse moj vaj? Shkon qua ku them dhëmbi, se ata hall kanë prandaj. Kështu e dashur. Okej, gjithsesi të shkon ai rol. E lëm gjobën, U kry. e Iku harrojmë ai. policinë rrugore, por roli policës të shkon kur të sheh kështu. Nuk e di ke edhe vështrimin që të depërton edhe si thua nuk të gënjen dot sepse ta zbulon të vërtetën. E shikon që jam pak më sipër se rrugori. Po mirë, në i post drejtori pastaj çfarë? Okej. E ke edhe autoritetin të cilin e përcjell edhe në artin skenik, po edhe në një komunikim po them normal, njerëzor. Autoriteti është diçka që normalisht vjen me karakterin, vjen me shumë punë, nuk është i rastësishëm. Edhe duhet të jesh shumë i përqendruar tek vetja dhe çfarë kërkon dhe çfarë do të përcjellësh tek të tjerët. Meqense jemi ke arti skenik. Kështu që nuk është diçka që lind brenda ditës. E vërtet, Është shumë punë. Me vërtet.